I kem koordinu disa punë për atyet, dhe me urdhën tina në momentin e funit, mas ati dënimi që për me që më dënu, mu ka doshtë më nërguhe dhe jam shku në Gjermani njeri i parë kontaktus ka qenë Sali Qeku. Po dhe tjetë, po Salin, me Salin kem pas një gjutë për bashkë, t'jem morë vesh që ka më bo, dhe këtë tjetërin segment, sa atëre u dashke pak me më sheftë edhe me i full të sene, se u zgjeneshë, nuk bëjshin dhe punë të mdoja, dhe kem kontaktu edhe pej herën e mramë, që ju më nisë për marë në Kosovë, është Rifat Jashari, që dy njerëz i kom pas në Gjermani vendas të mitë, që i kom kontaktu çdo herë me ta, një Sali Kaçki një kushëri jemi, një djallë shumë i mirë, shumë i fuqishëm, shumë i fort, dhe Rifat Jashari, i kom pas si ku në lozën në ato momente që isha atje vete, u mërgjitësha vete pa familje, pa thmi, pa, i kom pas ta njerëz që i kom kontaktu, edhe Sali Qekun. Edhe ju më njoftë me shumë veprimtarë tjerë që kanë punu shumë për Kosovën, pej atje të Amerikës, e derin këtë Evropën, me gjitha ta veprimtarë të se kohë. Po tu ta para, guze më ndërprej shkurtimisht që të më thonë, pse Ibrahim Rogova e bën pyetje shpesh nuk i ka vizitu varrisat e Jasharëve pas luftës? E tash këtë pyetje shumë herë unë besoj është përsërit. Unë besoj që e ke takuar në herë, besoj. E kum takuar në Rifat Jasharë. Pastaj Rifat e përshëndesmi datë viti sigurisht. Unë jashtë asaj që atë ka thonë Rifati nuk kam çka më thonë. Mu më ka thonë domethënë që unë domethënë gjatë kohës sa e kum taku ato kena bisedu dikon 3-4 orë tek banja në Naile. Edhe i kom thonë që si çdo shqiptar edhe mu më prekupojnë dy pyetje më tepër. E para, a është arrestuar nga Sali Berisha dhe Mjashari, më ka thonë jo. Edhe e dyta, Ibrahim Rogova pse nuk e ka vizituar varrezat e Jasharë, më ka thonë nuk është për fajt tynve, po është për tatynve. E tash, tatynve, çato fjalë që të ka thonë Rifat Jashari, po të mund. A Ibrahim Rogova ku i ka që marrë gjithë? Atynve domthon partive tjera ka pasur. Jeta e përkon, çato që të ka thonë po them. Fajtuar për gjithë ato janë ata tjerë që kanë përgjësin, e që tash po thujnë që ja, këna do shumë Ibrahim Rogova. A keni sa, që po bojnë tash pas Ibrahim Rogovës? Ku dhe t'janë? Si a i s'ka pas? Ata e në për, është të vërtet, po nuk po du me i në detale, tash ma në detale, po du me i, se unë e kam mërzi njeri kur të shratë me i ra. Bravo. E kam mërzi, edhe për ata nuk po du me i. Kur jemi këtu tek, se po besoj ki fjallën të ish presidenti Hashim Thaçi, shpeshera e ju ka kërku foli për komunikatave. Jo, shi që unë tash po, unë këtë temë nuk do shta se me edhe kesh me tash kurarat. Unë kam shkuar në 98 në momenti që u shku komunikata, unë kam shkuar në familje babës ti, edhe vllai ti, baba Haxhi, edhe Gania, i kom gjoftë mi, më kanë gjoftë mi, se më qenë veprimtar, më kanë një klasë, më koma Gani vllaun e tina, ka ngel, ka 2 herë një klasë, po në vitin e 4 më koma to. Dhe më kanë njofte, i kom thonë, i kini mu i ditë afat, me më tregue, ku ke morat informatë që ka një gjithë si Gabriel Fanzive sëmë. Dhe, jo një muj, po 20 vjetë u këtë deklaru. Edhe një do më të tash. Ne në 2018 e kem bo një shkret zyrtare, kër u informum, se Hashim Thaçi e ka shkrua komunikatën 59, për disa individual zyrtare, tash është në për dokumente. Edhe kem bo publike, i kem kërku shtopet, i kem kërku e njëzve. Se nuk do të nalëm deri sot të dim kua. Nëse dëni, ju lutem, dilni kërkani folje mos të qojmë ani. Për ndryshe, çdo gjykat që të bëhet jashtë e mrena, keme qenë deri të dim sakt kush është ajo. Prandaj qëndrojmë pas asaj. Që do të thonë Ganigeci ka qenë dëshmitar në gjykatën e Aulës? Ganigeci ka qenë, është do të jetë dëshmitar nëse është, po s'so Gani janë Fadili. Edhe deri në skaj të di për komunikatën 59 të një me vesh të minj. Kush e ka shkru komunikatën, cilë shqiptari ka shkru komunikatën për vllazën Geci, çfarë shqiptari është ai vërtet, çfarë marrje është ai. Ajo nuk është shqiptar, po morë me apo atë nuk është shqiptariç. Çaj që ka shku komunikatën. Vërtet, se Gani Geci nuk i ka prit forca serbe. Jo, nuk i ka prit, po Gani Geci është një prej luftarëve të parë. Me vllazën Geci komplet, me Haxhinë, me Fadilin, me Alinë, me komplet, një ndër djemë të parë që çka ka proces në Drenit. Jo veç tash të mrovën, po edhe 45-ën baba babgjysh. E vërtet. Kem familje Bayraktar. Prandaj gabimin më të madh e kanë vënë ata edhe unë i kum gjofton. Edhe këtë ta burgosën, e këtë ta njerëz, unë i kum gjofton, ku punu me ton. Edhe du më të thonë diçka, mu më ka thonë Rambuja, më i këmë thonë Rambuja, i këmë thonë Rambuja, ti je moshku dhe ligë, je kom aty e nuk ke folë bi u kaldu kush jem, se na kënë gjoftë mirë. Thot, këmë folë edhe këmë pos pasuja. E bojshin me shnet, nuk më kanë ngu. Kanë gabu, su më kanë nguaj, më ka thonë diçka tjetër, por tash të zbim e bashkë. Kam edhe s'ka. A, bon me përmen, shatë ka thonë a ju? Po më ka thonë që këmë homër plomë, tha për ty.
Pse po flet për ta? Ai e din, unë ato nuk e di, e ko pasur ai. S'pojna më në thonë. Po më rëndësi është unë e kum qit targatin, edhe nuk kum kargu. Edhe bojshin me shnet se mirë je kjo.